ardhë. Ka pikat vetëm situatën në qytetin e Tiranës, sidomos nga vizitorët e huaj, të cilët kërkojnë të njohin Shqipërinë e viteve para 90 regjimin komunist dhe sigurimin e shtetit, torturat që ka përdorur si prim pushtetit ndaj popullit shqiptar. Shqipëria veçantë me një nga vendet më të fuqishme dhe më të rënditse historike të Tiranës, Bunk A, që ndodhet pranë Ministrisë së Brendshme. Ky bunker i dikushëm sekret ish qenë e regjimit komunist, është shndruar në një muze që tregon në mënyrë të drejtë për drejtë se si vepronte torturimi sistematik i sigurimit të shtetit, policia sekrete, famkeqje e diktaturës. Duke ecur nëpër korridoret e ftohta, të ngushta dhe dhomat e betonit të armatosur, ndjeva peshën e rëndë të historisë. Muzeu nuk tregon thjesht objekte, por të detyron të përballeshëm me terrorin që përshkroi jetën e shqiptarëve për dekada të tëra. Ekspozitat zbulojnë mjetet e sofistikuara dhe mizoret e torturave fizike e psikologjike që përdorte sigurimi për të thyer mendjen dhe trupin e çdo personi që dyshohej se ishte kundër regjimit, intelektual, artist, qytetar të thjesht e deri fëmijë. Nga qelizat e izolimit, dhomat të marrjes në pyetje, deri te mjetet dhe teknikat e dizenjuara për të nxjerrë rrëfime, gjithçka tregon një sistem që e shihte popullin e vet si armik. Çdo hap në këtë muze të kujtojnë vujtjet e pa imagjinueshme, jetët e shkatërruara dhe frikën që sëndonte mbi të gjithë. Kjo vizitë nuk ishte e lehtë, duke qëndruar në ato hapësira ku është ushtruar kaq shumë dhimbje, ndjeva qartë rëndësinë e kujtesës historike. Diktatura komuniste e la plak të thella në trupin e kombit ton, plak që nuk duhet t'i harrojmë kurrë nëse duam të ndërtojmë një shoqëri të vërtetë, të lirë dhe demokratike. Bunk At nuk është thjesht një muze, është një dëshmi e fuqishme dhe një paralajmërim i së kaluarës. I rekomandoj çdo shqiptari, sidomos brezat e rinj, që ta vizitojnë këtë vend, vetëm duke u përballur sinqerisht me historinë, mund të sigurojmë që errësira të tilla të mos kthehen më kurrë. Përdorën tortura e pikës së ujit në kokë. I parabokusej ose personi që bëhen në letërsi, vendosej këtu i lidhur dhe një pikë uji vazhdimisht i pikonte në kokë. Edhe dosjen e Bajarit, Mehmet Prishtinës, Gjergj Bicit, Sami Qeribashit, Abdyl Dalla, Salaudin Toto, Shevqet Beja, Kapi, Arshi Pipa, Dashnor Mamaqi, Minush Jero, Daniel Bejani, Abdul Kokoshi, Giovanni Fausti, Gjergj Kokoshi, Betir Çela, Shevqet Minoralli, Genc Leka, Teme Seko, Hajri Mane, Ashko Gjeqi, antar i organizatës tradhëtare social-demokrate, kryesuar nga Gjergj Kokoshi e Suat Aslani, lidhje me shoqatën tekniko-intelektuale dhe klerikët. 6 shtator 1947. Disa nga dosjet, Kasem Trebeshina, Fotobala, dosja Salim Kokallari, Wilson Vloshmi, Agathokli Gjitoni. Kjo është dosja e dosisë e Kasem Trebeshinës, Pashqipulli,
dhoma ku merreshin me pyetje dhe hape dosja ose fashikulli. Krijohej alibia e asaj që do të bëjë detenimin. Është ajo dhoma ku merreshin me pyetje që ka përdorur policia gjatë demonstrimit të tyre, pasi këto nuk janë përdorur asnjëherë gjatë kohës së sundimit komunist deri në vitin 90, mund të jenë përdorur vetëm gjatë atyre ngjarjeve të viteve 90. Një dhomë izolimi pra një qili, ku mbaheshin të paraburgosurit dhe kryeshin hetimet dhe ato torturat. Këto janë 36 llojet e torturave të përdorura në ajtosia gjatë regjimit. Një rraje me dru deri në shkartim të plakëve. Është torturë klasike e policisë nga oficerët e sigurimit e ndihmësit e tyre. Kjo torturë konsiston në goditjen me dru ose thupra drujt të vegjël, të pandehurit në kokë ose në pjesë të trupit. Është përdorur masivisht kundër të gjithë të pandehurve apo personave të kapur. Kjo lloj torture konsiston edhe në goditje të drejt për drejt e të menjëhershme me mjetet e forta. Ka qenë një torturë e thjeshtë që nuk kërkonte shumë kushte apo mjete. Krurja e plakëve dhe qelbëzuara me dru zhvilloi kur kishte të avancuar faza të torturës dhe kishte filluar të zinin kore. Nga kjo torturë e rëndë ka vdekur në vitin 1946 Loni Adami, ish funksionari i ambasadës amerikane, ndërsa trupin e kishin filluar të hanin krimbat. Kjo lloj torture mund të kalonte deri në çmendje të personit nga dhimbje të mëdha. Shpimi i mishit në pemë të djegur ka qenë torturë barbare e përdorur sidomos në vitet e para. Personit i mbulej një tërë i nxehur në mish, e cila depërtonte lehtësisht mbi mish nga kjo. Kalon drejt për drejt në kock. Prekja e kockës kishte pasoja të rënda, sepse kalonte në humbjen e jetës ose pasoja të rënda në çmendje. Nga përdorimi i kësaj torture ka vdekur avokati Muzafer Pipa në tetorin 1946. Përdorimi i rrymës elektrike në vesh ka qenë i përdorur nga sigurimi dhe jetësia. Përdorimi i madh i kësaj metode ka çuar në çmendje shumë persona. Rryma elektrike kalonte në trupin e personit të marrë të pandehur në mënyrë që të thyet për të pranuar procesin e treguar gjëra në kurrizet e tjerë. Futja e kripës në mish përdoret për të acaruar gjendjen e të pandehurit. Kjo lloj torture përdoret në rastin kur plagët kishin përparuar. Përdorimi i kësaj torture kishte efekte psikike të forta duke kaluar shpesh edhe në çmendje. Lënia në ujë të ftohtë apo dhe në fuqi uji. Ishte koha kur i pandehuri nuk pyetej, trupi i lije në një pellg me ujë në dimër dhe në mënyrë që të kishte pasoja në shëndet. Pasojat të ishin në dobësimin e zemrës, mushkërisë, të sëmurë, etj. Po ashtu personi i vendosej në një fuqi ujë. Kjo metodë përdori kryesisht kur ishte gati ta zinte gjumi, si dhe në orën e gjumit. Lënia pa bukë deri në vdekje ishte një torturë e përdorur në autosi, por në raste speciale edhe në burgje. Ka ndodhur për shembull me ish kryeministrin Kostaq Kota, që vdik në burgun e Borrelit në vitin 1948. Lënia pa bukë për disa kohë, përdoren në hetësi dhe izolim në burgje. Përdorimi i kësaj torture synon të thyrjen e të pandehurit në mënyrë që ky të mendonte se jetën e kishte të shkurtër. Lënia zhveshur në të ftohtë, përdoren në hetësi dhe pothuaj në burgje si masa disiplinore. Kjo lloj torture kishte edhe efekte psikologjike për nga fotografimi i pamjes, kur i dënuari i lije të shikojë nga të burgosurit të tjerë. Përdorej si mjet ndihmës për të arritur efektin e torturës. Mucho Sali deklaronte janë vënë në jelek dhe me një dru në mes të duarve dhe të këmbëve që të vareshin në dy stola. Gjë që i bënte njerëzit si breshk duke shkaktuar dhimbje. Jepte ideja sikur njeriu ishte vendosur në hell për të pjekur.
Dinamit në trup. Vendosja e dinamitit në trup kishte efekt në zemër dhe në tru. I pandehur kërcënoi se do të hidhej në erë. Oficeri i sigurimit vazhdimisht e mbante shkresën në dorë duke i dhënë përshtypjen se mund ta ndiste fitilin. Rriste stresin dhe ankrin dhe me shpejtësi të madhe duke kontribuar në sëmundje të rënd të pashërueshme. Shtrëngimi i gjinjve në pinca. Një torturë e përdorur tek meshkujt, lindte pasojat e lëkurave e mishit dhe personi torturohej përdorej sepse gjinjt si gjendra lëshonin efekte të forta dhimbjeje. Futja e të pagerëve në gojë, jashtëqitjes, kryej shumë vite të para sidomos ndaj klerikëve që mbanin mjekër, e kanë përdorur ndaj sheh Ibrahim Karbonarës, jo vetëm që të shkaktonte dhimbje nga era e keqe, por grumbullonte edhe mizat. Varje me kokë poshtë është përdorur rëndom ndaj personave të akuzuar për krime shumë të rënda politike. Ka qenë ndër torturat më të raskarapitura, e cila lindte pasojat të mëdha mendore. Lidhje me lin, lidhje me fijet e linit shkaktonte një vijë në trupin e njeriu. Kjo lloj lidhje shkaktonte deformime të cilat shiheshin personit gjatë gjithë jetës. Lënien e dellë përdorej si torturë për të burgosit e të para burgosurit. Në degën e punës të brendshme, ose në kampe pune, nuk përdoren në burgje, në kampe i dënuar i lihen në diell, kryesisht në muajt e verës. Kjo e vetme për të shkaktuar torturë, por edhe për të shërbyer si shembull për të tjerët. Maçoku në tumane përdori kryesisht ndaj femrave. Maçoku futej brenda tumaneve të femrës nga jashtë. Përpjekja e Maçokut me thënjtë e tij për të dalë nga kjo gjendje shkaktoni dhimbje të mëdha të femrave që kishte veshur tumane. Përgatitjet e varrit përdoren në dy forma. Para një varri të hapur ku bëhej gati improvizimi i vrasjes së të dënuarit, dhe e dyta kur i pandehuri i hapte vetë varrin ku mendoi se do të varrosej. Arma në gojë, mjet presioni që zhvilloi shpesh gjatë hetursisë. I pandehuri kërcënoi se do të vritej nëse nuk tregonte. 20 tentativa për çndërim të vajzës, i bëri drejt për drejt personit të pandehur ose shërbente si mjet personi ndaj tij kur i sillnin një femër të familjes të gruan vajzën e tjerë. Djegja e organeve seksuale, përdorje djegja me benzinë, e provuar ndaj Alfred Ashikut nga oficeri Koli Bashari. Rrahje me kamxhik, përdorje me kamxhik të kafshë. Kamxhiku lëshoi në qafë të pandehur në formën e një gjapëri që mlidhte shpejt rreth një peme, por përdorimi i kamxhiku përdorej edhe si rrahje drejt për drejt në vend të drurit. Pasojat ishin të mëdha si dëmtimi i mishit e në gjavë të tjerë. 23. Lëshimi i pikës së ujit në kokë. I pandehur lidhej në një tavani dhe nga tavani i lëshonin periodikisht pika të forta uji që binin rënd mbi kokë. 24. Vendosja e mangallit në vapën e gushtit. I futej në qelit e pandehurit në kulmin e vapës në temperaturat të larta të verës. Dëshmi e Xhevat Xhafës. Kjo lloj torture i shkaktonte të burgosit një siklet të madh, vjerës pafund dhe dëmsim të mëtejshëm. 25. Lënia në këmbë përdorej për të lodhur e sëmur të pandehurit. Shkaktonte sëmundjet e kockave të mesit. Lënia për të fjetur mbi çimento përdorej në hetusi dhe në biruca gjatë vujtjes së masës disiplinore. Shkaktimi i etjes dhe mbushja e gojës me krip përdorur në hetusi nga Iraki Kocani. Lidhja me hekura në mur dhe lënia për disa ditë ashtu. Është përdorur nga përqëri ndaj të paraburgosave, ka shkaktuar dhimbje kockash e organesh të brendshme. Detyrim për të kënduar natën, vendosin muzika për të zhdukur zhurmat ose shumë të pandehur, detyroheshin të këndonin natën, detyroheshin të këndonin si gjela dhe të kërkarisnin si pula, siç është bërë me Islam Radovickën nga sigurimi i ushtrisë. 30. Futja në biruca të errta, dëshmi. Futnin në për biruca të errta nga një njeri dhe në mesin e natës një tjetër ishte porositur të bënte si qen, të ulërinte dhe të kafshonte të burgosurin tjetër. Lyrja me marmallat, dëshmi. Janë lyrë me marmallat në sy, vesh hund dhe kanë vënë me një tjetër për t'i lëpirë. Shurdhimi, dhënia në stres të përgjithshëm duke shkaktuar zhurma të pandepera. Kjo torturë është përdorur e kryer në burgun e Borrelit. 33. Shurdhimi, dhënia në stres të përgjithshëm duke shkaktuar zhurma të pandepera. Kjo torturë është provuar e kryer në burgun e Borrelit. Tymit brenda qelive shkaktohej nga djegja e materialeve të ndryshme. Futja e tymit të tyre në qeli provuar e kryer në burgun e Borrelit. 4.
presionin për të pranuar proceverbalin e hetuesit i panderuar mbyllej brenda arkivolit disa minuta ose orë, duke krijuar përshtypjen e vdekjes. Vdekje me pullamb dhe me shtjelma ka qenë tortura më e përhapur dhe fillestare. Ajo ushtrohej nga hetuesit si fazë e parë e torturës psikologjike. Hetuesi e përdorte për të thyer të pandehurit e të dobët në mënyrë që të pranonin sa më shpejt procesin. 36. Hedhja nga lartësia. Tortura e përdorur shpesh në hetuesi, sidomos ndaj moshave të thyera. Shpeshherë prej kësaj torture të procedurit kanë vdekur. E cila është në më të vizituar dhe është dhoma e izolimit, këtu ku ishte edhe tortura. Këtu janë disa nga pjesët e cilat janë përdorur gjatë torturave të hetuesisë gjatë kohës së komunizmit këtu në Tiranë. Pra ky është bunkera art dhe është një nga pjesët që nuk e kujtojnë atë periudhën e regjimit të komunistëve në Europë. Tirana për televizionin e shqiptarëve të Amerikës Alp TV USA, Behir Sina.